Tirana mori një triumf me peshë në transfer, duke mposhtur Skënderbeun me rezultatin 1-3 në gjysmëfinalen e zhvilluar në Korçë. Skuadra e Arben Sakos shkëlqeu në pallatin e sportit Tamara Nikola teksa i mbylli llogarit për 1 orë 46 minuta. Kryeqytetasi i treguan muskujt më njëherë duke dominuar në setin e parë ku fituan thellë 15-25. Seti i dytë ishte më i luftuar, ndërsa Skënderbeu u tregua më i saktë për të fituar 25-23 duke rikthyer baraspeshën. Megjithatë, Bardheblut komandua në 40 e radhës teksa morën 21-25 të tretin dhe 19-25 të katërtin, duke triumfuar kështu gjysmëfinalen e parë. Meksikani Aguirre spikati edhe një herë tjetër në lojën e Tiranës duke realizuar 22 pikë në Korçë, mbështetur nga Fabio Hoxha dhe Julian Talaj me nga 12 pikë. Për Skënderbeun, dyshja amerikane Tane Rhodes dhe Keylor Cox e mbyllën përkatësisht me 22 dhe 12 pikë. Të dielën do të jetë radha për gjysmëfinalet e dyta të play-offit.